Mirë mbrëma. Sot para 35 viteve të rit shqiptar u ngritën në protesta të cilët detyruan Ramiz Alin të pranojë pluralizmin. 35 vite më parë, shumica e shqiptarëve kërkonin Shqipërinë si gjithë Europa. Por partia që u krijua nga këto protesta, pas 35 viteve, sot duket më shumë si një parti që e kërkon Shqipërinë si Amerika dhe jo si kjo Europë. Gjithashtu janë shumë pikpyetje se kush realisht përcaktoi leadershipin e Partisë Demokratike, partisë së drejtuar prej studentëve në ato vite. Shumë analist, shumë zëra, edhe shumë bashkohor të asaj kohe, pretendojnë se lideri i Partisë Demokratike ato vite u dërgua nga Ramiz Alia. Gjithashtu pas 35 viteve sot ka një konsensus se Edi Rama ndoshta është fundi i tranzicionit 35 vjeçar. Por pyetja që lind është, a mund vi fundi i tranzicionit me fillimin e tranzicionit? Sot përballë Edi Ramës është Sali Berisha. Gjithashtu ka një tjetër lëvizje brenda Partisë Demokratike, kur duket se gjitha grupet më në fund u bashkuan. Erbil Saliani me disa ndoshta të pakënaqur me disa kandidatë për deputet kanë filluar një lëvizje që në thelb duket si një lëvizje kundër leadershipit të Partisë Demokratike. Për t'ju dhënë përgjigje të gjitha këtyre pyetjeve, kam sonte liderin e viteve 1990, pas 35 viteve aktualisht sërish lideri i opozitës Sali Berisha. Zoti Berisha, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Bashkë me është Berat Buxha